Selam aleikum, o shtat, a mundesh me ma tregu një ilahi për guxim? Aleikum selam rahmetullah. Ilahi për guxim, ato ilahit janë thjesht emocionet qastit. O, bom, kur të mërin të veni sprovave, i guximit ilahia nuk kryen punë. Kryen punë zamra e mbushur me iman. Allahu Gjaleshanu në surën Tauba ajeti pas tani ka thonë kullen yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuj, nuk na godet asgjë veç ajo që ka shkruar Allahu. Prandaj ne mbështetemi në Allahun. Këto po ta japën këtë ajet. E jo ilahi për guxim, po ajet për guxim. Jeta jote, vdekja jote, çdo sene jotja është në dorë të Allahut. I gjithfuqishmi, i forti, i vetmi mbret e mbretërve, tek i cili është kthimi ynë. Allahu ka thonë Kur'an, as para as mrapa as kujt nuk i vjen vdekja. Vetëm kur e ka shkruar Zoti. Saktimi i vdekjes Zoti ka shkruar, prandaj kjo është argument për guxim, e jo ilahit. Ilahit janë veç me të emocionu në qast. Ama kur vjen momenti i burnis edhe i rrezikut, vetëm imanit pështon. Prandaj ki kujdes bane këtë dallim.